Miqtë e mi, mirëdita dhe mirë se erdhët në transmetimin tonë të drejt për drejt. Si çdo mesditë do jemi në shoqërinë e emisionit Me Zemër të Hapur, ku në takimin tonë të fundit, në një lidhje të drejt për drejt, nga Belshi, nga vendlindja e tij, nga vendi ku jeton edhe punon, nga vendi ku krijoi edhe familjen, e cila më pas u shpërbë, ishte zoti Erzen Dervishaj, 34 vjeçari, i cili foli për të gjitha brengat e një martese e cila pati fatin dhe destinin të shkatërrohej. Në fakt, si gjithmonë na karakterizon që duhen dëgjuar të dyja palët dhe një telefonate befasishme e redaksisë e emisionit Me Zemër të Hapur për ta ballafaquar 34 vjeçarin me ish bashkëshorten, bëri që kjo e fundit të tregonte vetëm shumë pak nga pyetjet që unë i drejtova. Në fakt, krye redaktori e emisionit Me Zemër të Hapur, Anela Akmataj, me zonjën në fjalë, ka komunikuar që nga viti 2023. Në fakt, zonja në fjalë e deklaroi që isha e para që duhet i drejtohesha emisionit dhe në fakt i është drejtuar, por pa e finalizuar daljen e saj në këtë emision. Megjithatë, ajo kishte menduar, edhe pse djali ka qenë shumë i vogël në 2023, përpara 3 vitesh, ajo kishte menduar që dalja e saj, edhe pse unë e theksoj vazhdimisht që ne anonimatin e kemi të plot, me të gjitha kriteret që vendosin në fakt vetë personazhet, ku duhet të shfaqet figura e tyre, emri i tyre, vendi nga vijnë, por edhe kur personazhet duan të shfaqen, jemi ne që vendosin në bazë të ligjeve që duhet të shfaqet imazhi apo jo. Zonja gjithsesi nuk e di pse është tërhequr, fillimisht na ka shkruar në fakt teza e saj dhe më pas Anila, kolega ime, ka komunikuar me vetë zonjën, e cila ditën e sotme në fakt do të thyej heshtjen, sepse telefonata e befasishme nga emisioni Me Zemër të Hapur, jo vetëm që e tronditi, por edhe bëri të reflektoj, sepse ka shumë gjëra për treguar. Vite më parë dhe imagjino tani që ish bashorti i saj doli në këtë studio dhe tregoi gjithë versionin e tij. Sot është versioni i zonjës, por që për transparencë do të kemi, pasi ta dëgjojmë zërin e zonjës, edhe zotrin, i cili në fakt ditën e djeshme duhet ishte i pranishëm në këtë studio, edhe ditën e sotme, gjë që nuk e ka bërë dhe nuk e ka realizuar. Ndjekim fillimisht materialin e përgatitur nga kryeredaktorja e emisionit Me Zemër të Hapur, Anela Akmataj, dhe rikthehemi në transmetim të drejt për drejt me dy zonja të nderuara që do japin komentin e tyre si specialiste të fushës, njëra në anën ligjore dhe tjetra në aspektin emocional. Pesë vite më parë kjo kontratë martesore u gris përpara ligjit, por sot pas gjysmë dekade, lufta mes këtij çifti është më egër se kurrë. Në mes të një konflikti që nuk njarën pushim, ndodhet një fëmijë 8 vjeç, i cili sot mban mbi supe peshën e gabimeve dhe inateve të të rriturve. I dorëzuar përpara pamundësisë për të qenë pranë të birit, babai zgjodhi studion e emisionit Me Zemër të Hapur, ku ngriti zërin duke pretenduar se ish bashortja po shkel hapur vendimin e prerë të gjykatës dhe po i mohon takimet me djalin në ditët e caktuara nga ligji. Nga ana tjetër, ish bashortja ngre një tjetër mur pretendimesh dhe rrezon çdo fjalë të tij. Ajo këmbgul se ai nuk është i rregullt me pagesat, se detyrimi ushqimor ka mbetur thjesht një premtim dhe se nuk ka marrë asgjë prej tij. Mbi të gjitha, nëna deklaron se nuk është ajo që po e ndalon këtë marrëdhënie, por është vetë djali 8 vjeç që refuzon dhe nuk dëshiron ta takojë babain e tij, sepse babai sipas saj është agresiv. Kjo histori ka ngecur në një rreth vicioz inatesh që zgjasin prej vitesh. Pyetja që rëndon më shumë sot nuk është se kush ka të drejtë, por se sa kushton fëmijëria një djali që rritet mes dy prindërve që komunikojnë vetëm përmes akuzave. Ndiqni rrëfimin. Me shumë të drejtë, kryeredaktorja e emisionit Me Zemër të Hapur, Anela Akmataj, në insertin e përgatitur prej saj ngren
pikpyetje të cilat duhet të marrin vëmendjen jo vetëm të dy prindërve të cilët janë prezent në këtë studio në takimin tonë të fundit babai dhe ditën e sotme nëna e një 8 vjeçari, por besoj do marri vëmendje edhe në analizën e të ftuarave të mia. Gjithsesi, kjo kronikë është përgatitur nga kryeredaktorja e emisionit tonë, që nuk do heqë dorë asnjëherë në fakt nga përgatitjet e inserteve dhe nga të gjitha temat që diskutojmë në këtë studio për gjithë interesuarit, sepse ajo është në krye të këtij emisioni, është krau im i djathtë dhe ndërkohë e ka me shumë pasion, jo vetëm emisionin autokton ku është autore e emisioneve historike, por edhe atë të emisionit me zemër të hapur të gjitha temave sociale dhe aktuale të cilat ne trajtojmë prej shumë vitesh në studion e emisionit me zemër të hapur. Përpara se unë të lidhe me nënën e 8 vjeçarit, me mua në studio, Sara Demrozi, avokatja jonë, përshëndetje dashur, mirë se erdhe. Ju vini nga zyra avokatëve antikorrupsion, detektive privat, me në krye, avokatin zotin Due Pietra, themelues edhe i gjykatës së arbitrazhit. Ndoshta gjykata e arbitrazhit në këtë rast nuk është funksionale, por ne do themi se si mund të shkojmë me një ndërmjetësim, por mbi të gjitha me një ndërgjegjësim të prindërve, sepse ndjekin grupmoshat e Erzenit dhe të ish bashortës së tij, nënës së një 8 vjeçari, që mund të jenë edhe ata në pozicion të tillë dhe do marrin shumë nga këshilla juaj. Në fakt, në krahun tënd, Fabiola Elezaj, psikosociologe e emisionit me zemër të hapur, unë të falenderoj edhe për bashkëpunimin këtë sezon me ju, është vlerësuar në fakt prezenca në këtë studio, ti punon edhe me fëmijët, sidomos me fëmijët me nevojat veçanta, e keni mbyllur në fakt sezonin tuaj shkollor, por ju keni një qendër dhe gjithmonë fëmia në fakt i çiftit nuk ka të bëjë me nevojat veçanta, por do të flasim se si e përjeton ti divorcin e prindërve të një fëmie të cilin e ke si mësuese ndihmëse dhe prandaj faleminderit Fabiol që je me mua në studio. Ndërkohë që do kalojmë menjëherë aty ku ndodhet edhe 30 vjeçarja, përshëndetje dashur. Përshëndetje. Në radhë partë falenderoj që je e pranishme ditën e sotme, më shpejt se sa mendonim. Ne jemi mirë, por duam të dëgjojmë se si jeni juve. Atëherë ju falenderoj që më dhat mundësinë që t'jap edhe unë versionin tim të historisë. Pas gjithë gjës që dëgjova, nuk përputhën me realitetin, realisht. Nuk përputhën. Ja, do dalim tek versioni. Shiko, unë e thash edhe në emisionin takimin e fundit me në fakt ata që na kanë ndikur drejt për së drejti, ju keni një rrugë të përbashkët, me sa kuptova aq pak sa folëm së bashku, por nga këndvështrime të ndryshme. Mirë, dua të ndaloj pak këtu. Kur tu prezantova dhe të erdhi e befasishme telefonata ime, në fakt ne vërtetuam që ju ishit pikërisht personi që na keni shkruar fillimisht tezja juaj dhe më pas ju në një komunikim me kryeredaktoren e këtij emisioni Anila Akmataj që nga viti 2023. Çfarë të stepi, edhe pse e the në emisionin ku ishte prezente Erzeni, ish bashorti juaj, çfarë të stepi kur fëmia sot aktualisht është 8 vjeç dhe në atë kohë ishte shumë i mitur, duke qenë se ne e ofrojmë edhe opsionin e një anonimati të plot, vetëm me moshën që ju keni, jo si quheni dhe nga vini. Në rregull, shko. Unë fotem 30 vjeç dhe normalisht mendoj gjërat pak më ftohtë, ndoshta. Por në kohë kam qenë shumë në vështirësi dhe realisht kisha shumë nevojë për një ndihmë. Një ndihmë që të dëgjoj zërin, të dëgjoj vërteta ime, të gjej zgjidhje për problemet e mia dhe të djalit tim. Prandaj më drejtuar tek ju me shumë besim. Ama më ka shpëtuar fakti që fëmia im po rritet. Dhe duke ditë se si janë gjërat sot, fëmijët bullizojnë njëri tjetrin, e kupton? Po në atë kohë para 3 vitesh nuk besoj që bullizimi kur është anonimati i nënës, sepse ish bashorti juaj në fakt e dashur, rivendosim edhe njerë komunikimin me zonjën, ish bashorti i zonjës në fakt kërkonte të identifikohej me emrin, me figurën, për ta bërë besueshme edhe tek publiku, por edhe të dalë janë përgjithësit në fakt e ti si baba dhe ndërkohë
zonja thot që unë doja në atë kohë, por mendova fëmijën tim për shkak të bullizimeve. Fëmija sot është 8 vjeç, përpara 3 viteve kuptohet shumë mirë se sa vjeç ka qenë dhe unë nuk e mendoj që në moshën 4-5 vjeçare djali do bullizohej aq më tepër që po rritej edhe nga ana e gjyshes, kur nëna e dëshiron të jetë me anonimat të plot. Gjithsesi, zonja nuk e di pse është tërhequr, ndërkohë që rivendosim lidhjen, ju lutem regjia. Atëherë, më duhet të lidhem në këto momente me zonjën. Kemi vendosur rilidhjen edhe njëherë me zonjën, sepse patëm një shkëputje telefonike. E dashur, më dëgjon? Po, ju dëgjoj. Qartë. Megjithatë, ne nuk detyrojmë absolutisht asnjë, sepse denoncimet janë të shumta në redaksinë e emisionit Me Zemër të Hapur. Mundohemi që të gjithëve t'ju japim hapësirat që ato dëshirojnë, por jo jashtë vullnetit të tyre. Gjithsesi, unë e kuptova dhe në emisionin e fundit në takimin ton ku zoti Erzen ka qenë prezent dhe në fakt ai kërkonte me imazhin e tij, emrin e tij, por ishit ju që i përmendët edhe mbi emrin, por kjo nuk ka asnjë lloj rëndësie për sa kohë zona e Belshit e identifikon se kush është Erzeni, 34 vjeç. Ndalojmë pak bashk. Si e njohur ti? Ja, këtu do fillojmë dhe të kuptojmë a është një rrëfim i sinqert edhe i Erzenit dhe i joti me Erzenin, mënyrën se si e një njohur, sa ai tregonte për një dashuri të madhe midis jush. Ne jemi njohur në punë. Po, çfarë viti? Në si vjen, isha 18 vjeç. 2015-ën. 2015 diçka e tillë, po. 2015-ën. Dhe nga kjo njohja, normalisht kemi shkuar mirë, se përndryshe nuk do kishim ne bashkë. Në punë në ç'më mënyrë? Ai ishte përgjegjës, ti dhe nëna jote ishit punonin aty, okej? Po? Po. Aty jemi njohur. Në fillim çdo gjë ishte okej. Dukej në rregull, kaloi një vit, 2 vite, prap okej, me ato pritet e veta, por që okej. Më pas filluan këto të shfaqeshin pak të vesat, jo alkooli, gjërat e fnatit, që shtrohen dhe rëndohen akoma më shumë e gënjeshtra, mashtrime. Po, ndalojmë pak këtu, sa kohë që ndruat ju të lidhur bashkë, ti një 18 vjeçare, ai diçka më i rritur se sa ju, 4 vite më i madh, 22 vjeç. Mund të më thuash, sa që ndruat ju të dashuruar, të lidhur, duke studiuar njëri tjetrin, sa kohë? Nuk është se kemi pas shumë kohë të njihemi, sepse janë bërë gjanat shumë shpejt, duke qenë se ne i thonim fshat dhe çdo gjë me rrethesh, normalisht i kalojnë direkt në familjare. E di pse e bëj këtë pyetje, sepse këtu nuk përputheni me njëri tjetrin, zotria ka thënë që ne kemi qëndruar të dashuruar 4-5 vite. Pra, një kohë e mjaftueshme për ta njohur personin përballë. Atëherë ne kemi jetuar bashkë, jo se kemi pas mundësi të njihemi për 4-5 vite. Ne që kur isha 18 vjeç, po të marrova. Pra ti fillove bashkëtesën pas sa kohë njohje? Pas disa muaj, ka qenë diku 6-7 muaj, ka qenë një kohë shumë e shkurtër. Dhe normalisht kjo besoj ka qenë gjithë problemi. Bashkëtesa filloi në familjen e tij, me prindrit e tij? Po, në familjen e tij. Atëherë, dua të ndaloj pak këtu, përpara se të fillojmë edhe tek problemet. Ai deklaron që në këto 4-5 vite e njohje, përpara se të vinte në jetë djali dhe ju të kurorëzonit gjithçka midis njëri tjetrit, ke pasur mundësi ta njohësh shumë mirë dhe pretendimet për veset që ju po i përmendni, ndoshta i nxjerr sot, thotë zonja, si shkak i divorcit tuaj. Por ai deklaron diçka, në momentin që unë e kam njohur vajzën, ajo ishte 18 vjeç, vinte punonte me nënën e saj, kishte edhe 2 motra, por prindrit ishin pothuajse të divorcuar. Babai kishte 8 vite që jetonte në Itali, babai juaj, dhe nuk vinte për takuar nënën, dhe 2 motra tuaja janë bashkuar babait. Çfarë do të thotë që edhe familja jote e origjinës është përbër? Jo, familja ime akoma nuk janë të divorcuar, unë nuk e di ku i nxjerr Erzen Dervishi këto gjëra. Motrat e mia po, kanë jetuar te babi, tani janë martuar dhe kanë jetën e vet. Po mami, unë sa herë që kemi pas mundësi kemi shkotje, babi nuk vjen dot në Shqipëri për arsye të veta dhe nuk dua të cek familjar, po thjesht do të di kush është problemi ditës sotme. Arsyet pse unë po flas këtu besoj që janë për djalë.
Megjithatë, nën kuptimi i Erzenit e dashur, po, nën kuptimi i Erzenit ishte pikërisht që ti vije nga prindër të divorcuar, je e ndikuar drejt për së drejti me nënën tënde e cila kishe 8 vite pa e takuar babajnë dhe në një farë mënyre kishe një lloj manipulimi nga ana e nënës për sa i përket raportit që ti kishe me Erzenin. Të paktën këtë ka thënë zotëria. Absolutisht jo, nëse do ishte kështu, nëse do ishte nëna ime kundra, ajo lidhje nuk do të që fillu fare. Jo kundra, jo, të kam manipuluar në një farë mënyre se je rritur vetëm me të. Nuk ndikon, një njëri që të rrit vetëm, mendoj unë, do të vajtë ndikon, por që patjetër do të shohë fëmijën e vet lumtur me familje të bashkuar, me familje të rregullt, apo jo? Do të jam begadim. Jo, në mendjen time kjo është. Ajo figura që unë ndoshta mund ta kem pas Erzenit në mungesë. E babi tim normalisht nuk do doja ta kishte fëmia im. A jemi dakord në këtë pjesë se këto gjëra nuk më përputhen. Mirë, është këndvështrimi yt që mungesa që ke pasur ti për figurën e babait nuk do donte ta kishte djali yt, por që ndikimi i prindërve shpeshherë, i prindërve që rrisin të vetëm fëmijën, pa prindin tjetër, bëhet pak manipuluese që nga momenti i fëmirisë, i adoleshencës, më pas në rritje, ku fëmia ndjen një lloj detyrimi për prindrin tjetër që të përkujdeset, edhe pse vajza shpeshherë duhet të largohet, ta lë këtë prind për të martuar dhe për të krijuar jetën e saj, po kështu edhe djali, se ju fillimisht keni jetuar me prindrit e Erzenit, apo jo? Po. Si ishte marrëdhënia jote me prindrit e Erzenit? Babai im si gjithë shqiptarët u desh të largoheshin. Po? U desh për punë, për jetës më të mirë. Nuk më ka munguar kur realisht as dashuria e babit, as kujdesi nga ana babit, dhe absolutisht asgjë gjë tjetër. Unë nuk e di pse duhet dalë Erzeni me pretendime të tilla. Nëse ai do të flasë për fëmijën e vet, nuk ka se të përbën prindit, as vetët as fëmijët. Problemi nuk na ka ardhur as nga prindit e atij dhe as nga prindit e mi. Megjithatë unë do doja të dija si ishte marrëdhënia me njerëzit e Erzenit, për te Erzenit. Shumë e mirë. Po sot si janë marrëdhëniet me to? Dhe sot, më merr i japi Erzeni telefon, thotë që do takoj çonin, vjen bashkë me të shoqen e takoj. Kushërin të Erzenit po ashtu. Po, dhe pse vendosët ju t'i linit prindrit e Erzenit aty ku nisët jetën tuaj bashkëtorë dhe t'jetonit më vete? Nuk e kemi vendosur ne që t'i lim. Ka ndodhur një gjë që Erzeni nuk dua përmend gjithsesi sepse nuk kam plan tjetër. Por ka ndodhur diçka dhe babai Erzeni vendosi ta ndaj. Në atë moment nuk jemi gjën pak keq. Dhe ajo që na ka hap derën ka qenë nëna ime. Pra, keni qenë ju që keni shkuar tek nëna jote dhe jo nëna jote që ka ardhur tek juve? Jo, ne kemi shkuar atje derisa të merrnim shtëpinë tonë. Pastaj morëm një apartament dhe Erzeni ishte shkruar që nëna ime të vi dhe të mbajë çonin që ne të punojmë. Se vetëm nuk ja dinte do të mbante shtëpinë. Duhej me patjetër të punoja edhe unë. Deri kam bërë pjesën time, kemi punuar, por shumë shpejt mu mra bara shtëpisë vetëm. Qartë. Deri në këto momente jeni në të njëjtin rrëfim me pak detaje të cilat normalisht njeriu kur tregon historinë e jetës së tij nuk i rrëfem për veten, por i rrëfem për personin tjetër, siç është rasti i divorcit tuaj. Mirë, do doja të dija, Erzeni thotë pasi u bë shumë e bezdisur sepse vjera ishte në një moshë 44-45 vjeçare, që unë vija natën sepse ishim në një grasonjer dhe nuk mund të flija, do me thënë në aq pak metra katror, edhe me bashorten, edhe me djalin, por edhe me vjerën, i thash, thot, ish bashortes time të zgjidhte, të jetonte me mua ose me nënën e saj. Seriozisht, jo, nuk është fare vërtet. Nuk e di, çesha po të çaj me këto deklarata. Nuk ka qenë kështu, ne kemi pas një apartament 1+1, e bollshme. Siç e thash në fillim, Erzeni është thur që nëna ime të gjithët na kujdeset për djalin që ne të punojmë. Dhe ai kur nuk ka shpreh bezdi nga nëna ime. Erzeni vinte vonë sepse gjendej në lokale duke pirë deri vonë. Po. Erzeni thoshte që nuk kam lekë për shtëpi dhe ndërkohë ishte poshtë pallatit se kishte një bar aty që kishte një mini restorant vogël dhe hante pinte aty me shokët. Kupton? Ky është realiteti. E qartë. Patjetër se unë do të rregoj versionin tim. Por dhe ai e di shumë mirë, nuk e di se si mund guxoj të gënjej, kur, okay, ja, ma tha mua ata ty, ku dion një pjesë e mirë shqiptarëve. Por, kush e njeh Erzenin e di shumë mirë se si është. E qartë. Gjithsesi ne nuk mund të na gënjej dot sepse ne i ballafaqojmë dot palët, ndërkohë që dhe audienca, sidomos zona e Belçit,
Ju po i deklaroni shumë mirë, e një shumë mirë Erzenin, në qoftë se ai ka gënjur është për turpin e tij dhe jo tonin. Megjithatë, do doja të bëja një pyetje përpara se dal në hapësirën e parë publicitare. Në takimin ton të fundit, pasi ai u largua nga ambientet e televizionit, ndërkohë që ne ram dakord të bashkarisht që ti do bëhesh pjesë e emisionit se i kishe kërkuar më parë, po pate atë të rreqen, atë ngurimin tënd që e përmendëm, ai deklaroi që do vinte fizikisht në këtë studio. Unë e prita ditën e djeshme, por edhe sot i kam dhënë mundësinë. Ai nuk është prezent në studio siç premtoi. Sepse ndoshta është informuar se çfarë ndodh nëse gënjen. Erzeni po ashtu bani dhe me takim me psikologën. Ishte një takim me psikologën e zyrës së mbarimit. Po. Erdhi. Qëndroi, takoi djalin. Dhe pasi gjëja nuk po shkonte mirë, sepse siç thash është pak impulsiv dhe agresiv, ndikon kjo gjëja që djali mos afrohet. Po më ndoshta mund të flasim pak më vonë për këtë. Po ashtu iku nga gjëja pa marrë akoma shpresën. Mirë, ti rrëfeve versionin tënd, po. Ti e rrëfeve versionin tënd dhe në këtë pjesë nuk mund të ishte i pranishëm ai, sepse ne kemi dëgjuar mënyrën se si jeni njohur dhe pse jeni ndarë. Ama, ti thua, pak më vonë unë do të tregoj në lidhje me djalin, dhe në lidhje me djalin duhet jetë prezent edhe Erzeni, të cilin unë do ta telefonoj. Në fakt, ne kemi dërguar edhe vendodhjen e televizionit News 24. Në fakt, i kemi thënë që po, ti do jesh pjesë e këtij emisioni, por ndërkohë, kur ai thoshte që nuk po shikoj emisionin në YouTube që ne ja ridërguam dhe tha dhe unë në një farë mënyrë i thash pse ti pyet për emisionin, por nuk pyet për mos prezencën tënde. Ditën e djeshme deklaroj që jo po ju nuk më tha dhe i kam dërguar në fakt gjithë bisedat dhe nuk më duk fare korrekte nga ana tij. Kjo për të informuar publikun, pse unë do ta kem pas pak Erzenin në formën që nuk është prezent në studio, kalojmë në publicitetin e parë dhe rikthehemi me atë çfarë ka për treguar zonja 30 vjeçare, nëna e djalit 8 vjeç, çfarë prindi është Erzeni, se unë e kam pyetur në emisionin e kaluar çfarë prindi është ai. Ai tregon që ka marrëdhënie të jashtëzakonshme me djalin, madje djali kur shkonte takonte babain, qante teksa ndaheshin të dy, por çfarë ndryshoi rrugës, ai e ka dhënë versionin e tij, do dëgjoj edhe versionin e zonjës, ndërkohë që zonja ka sjell edhe në fakt prova të pakundërshtueshme, shumë të gabuara që shpeshherë prindrit, po sidomos baballarët, bëjnë me fëmijët e tyre, sidomos me fëmijët djem. E ndjekim publicitetin e parë dhe rikthehemi në studio. Mbas hapësirës së parë publicitare, ne vijojmë të jemi në pjesën e dytë të këtij emisioni dhe në fakt kam drejt për së drejti si në pjesën e parë dhe vijon të jetë ish bashortja e zotit Erzen Dervishaj, i cili në takimin tonë të fundit tregoi versionin e tij të historisë të një divorci që ndoshta ishte për keq kuptime, sepse i kishte thënë ish gruas zgjidh midis nënës tënde dhe mua, ndërkohë që një tjetër version dhe një tjetër këndvështrim jep 30 vjeçaria, nëna e një djali 8 vjeç. E dashur më dëgjon? Po, ju dëgjoj. Gjatë hapësirës publicitare, telefonuam që të kishim ditën e sotme, kur bëhet fjalë rrëfimi për djalin tuaj, sepse do jap disa prova tronditse në fakt, dhe zotria duhet ishte prezent. Tha që po udhtoi, duhet të hapte krahun diku, dhe her pas here regjia do të bëj të mundur të lidhet me të që të jetë edhe versioni i Erzenit përballë teje. Dhe ti tregojmë në fakt edhe provën që ne kemi për të. E dashur, mund të më tregosh pak si u largove ti nga shtëpia, çfarë i the Erzenit, duke qenë se nuk ishte e vërtetë që ai të kishte drejtuar pyetjen o me mua o me nënën tënde? Jo, madje unë kam pasur shumë shanse dhe realisht nuk kam asnjë pishmane se martesë, sepse kam dhënë shumë mundësi sa që ai mund të përmirësohej dhe bëj një njerëz me parime me rregulla me norma siç mund të jetë një babai shembullor. Një burrit, që do ta ketë çdo femër gra. Po. Tani, dita e fundit, ose më saktë para fundit që unë kam vendosur të ikim në shtëpi, ka qenë kur i kam thënë pjatit të Erzenit, të lutem mund të dish të kafe bashkë me Erzenin, sepse ne patëm një makinë, gjë që ushqit, dhe Erzeni më tha, lekët ja kam dhënë babit dhe vllajt. Pas të kuptove që nuk ka kishe dhënë, e prita në një dolla faqir, dhe ja më thotë, më të dhënë ti mu lekë do ta tjetë?
nuk më ke dhënë as lekët. O merr vllai telefon, i thot, "Dute për mendimin, se ka dhënë Erzeni lek", dhe ai thotë, "Jo, nuk më ka dhënë lek". Pra, përveç se vetë bani gabim, vajtos edhe të tjerët. Fill pas kësaj të bisede, çohet nga tavolina dhe thot, "Bani se doni e ikën". Dhe i thash, nëse ti nuk e plan të ndryshosësh, unë vendos iki, po të pëlqeo mirë, po të pëlqeo vazhdota. Në rregull, tash të nesërmen vjen xhaxha im dhe më merr. Nuk kemi pas asnjë lloj të plasë, asnjë lloj gjëje. Mora gjanat e mia, mora fëmin edhe Rika. I tha në shtëpinë e mamit tim. Sa kohë qëndroi Erzeni pa e takuar djalin dhe dalim tek një tjetër konsumim kafeje midis jush, ku ju apo nëna juaj keni pretenduar që jeni dhunuar fizikisht dhe më pas psikologjikisht se ju e keni një urdhër mbrojtje 1 vjeçar. Sa ditë qëndroi djali pa u takuar me babain? Se vërtet i ike, por djali duhet ta takonte babain ato ditë. Patjetër, shiko, unë nuk ja kam mohu djalin në asnjë moment. Gjithmonë ka qenë në kontakt me mua edhe avokati i tij, i cili është edhe kushëriri i tij. Nuk ka thënë të ndjerësh djalin, po ja kam ndjerë, ta takoj, ta marri, nuk e kam pengu kur, nuk kam prit një ulë. Flas për ikjen tënde përfundimtare, sa ditë qëndroi Erzeni pa e takuar djalin dhe pse u ritakuat përsëri në kafe? Nuk ka zgjat asnjë javë, jo, që ai e ka takuar djalin, pastaj djali ka qenë smur me temperaturë diçka e tillë, se unë një ditë të shtunë mos gaboj, dal në Belsh, kena për të vati gjanat e mia dhe shkoj në kafe, po jo me Erzenin, shkoj me ish-punatën time. Ulëm në kafe bashkë, konsumojmë dy vete, sepse sipas meje çdo gjë ishte në rregull, unë ndam. Se ku vazhdon jetën e vet. Tani do bëjmë ato interesat e djalit, do rrim një kontakt mirë për djalin, sepse në kafe nuk ulam me Erzenin, ulam me ish-punatën. Në moment që ne dalim nga kafe, ky vjen dhe më tërheq për krahu dhe më thotë të vras mu këtu, thotë. Dhe ti nuk dalë. Ja, 1 minutë e dashur, 1 minutë, sepse kjo është një deklaratë shumë e fortë, të vras mu këtu. Prandaj edhe gjykata ka vendosur 1 vit urdhër mbrojtje. E përshëndes sepse shikoj që regjia më ka bërë gati dhe lidhjen e drejt për drejt me Erzenin. Erzen, të përshëndes. Po, përshëndetje. Sot është dita në fakt ish bashkëshortes tuaj, nënës së djalit, do të tregoj ajo versionin e saj, po tregon dhe ka sjell prova të pakundërshtueshme. Erzen, kam 2 ditë që të pres sipas premtimit, që të i kam ridërguar dhe një mbrëmjen e kaluar, do ishe prezent në këtë studio, nuk e ardhur, por vim ne tek ty, sepse na i mundson interneti. Atëherë, Erzen, dëgjoj me kujdes çfarë do thotë zonja dhe do të bëj disa pyetje më pas. Atëherë, dashur, për këtë shkak ti kërkove urdhër mbrojtje, të vras mu këtu. Kërkova urdhër mbrojtje, gjykata e Elbasanit ma dha urdhër mbrojtje për 1 vit. Kush e bëri kërkesën? Ti apo nëna jote? Unë, nëna ime nuk ka lidhje fare, nuk ka qenë fare prezente. Qartë, po? Pastaj gjykata e Elbasanit vendosi 1 vit urdhër mbrojtje, gjë e cila u apelua nga Erzeni dhe shkoi çështja në gjykatën e apelit në Durrës. Dhe atje po ashtu ma kanë dhënë urdhën e mbrojtjes për 1 vit. E qartë. Megjithatë, ai pretendon se nuk ka ushtruar dhunë fizike as psikologjike, por termi që ju përmendët është jo i tepërt, po është gati kriminale. Shko, nuk mund të bëj një për gjërat e tilla. Unë mbaj përgjegjësi për fjalët që them. Në këtë kohë, probleme, urdhra mbrojtje, divorci, djali kishte komunikime me Erzenin, me babain? Po, absolutisht. Pavarësisht se kam qenë me urdhër mbrojtje, kam qenë unë e para që kam shkelur në mbrojtjes dhe kam shkuar dhe kam thu çonin, ta takoj, ta marri. Sepse gjykata vendosi që ai ta marri. Po pse djali tashmë nuk ka asnjë lloj marrëdhënie me babain? Nuk e kam ndalur djalin në asnjë moment, as kur Erzeni krijoi një lidhje tjetër. Dhe asë kur Erzeni thoshte djalit që ti thrasësh mami, personi tjetër. Këton, unë jam treguar me kuptuese në këtë moment. Po, unë të bëra një tjetër pyetje, dashur, pse djali ka vendosur të mos ketë marrëdhënie me babain? Atëherë, unë nuk mund të përgjigjem për djalin, por nga ajo gjëra çka kam parë dhe çka kam përjetuar, mendoj që është gjitha prej impulsivitetit dhe agresivitetit që Erzeni tregon. Shiko, ti mund të përgjigjesh për djalin, se je nëna, je kujdestarja ligjore, ti e ke pyetur fëmijën që çfarë ka ndodhur, nuk të bën përshtypje ty që fëmia nuk ka një marrëdhënie dhe refuzon për takuar babain, nuk je shqetësuar ti për këtë gjë? Jo, vetëm që më bën përshtypje, po pikërisht jam e shqetësuar për këtë gjë. Dhe jam munduar të flas me djalin në çdo lloj forme. Djali që ka ngel fiksim një pjesë, më thënë që ma përmend gjithmonë, që unë kërkova babit vija tek ti dhe babi nga nervat ishim në makinë sot dhe ma mori patetin dhe ma hodhi nga dora. E qartë. Dhe kjo gjëja e ka trembur. Të me thënë, toni lartë, do shta nuk e di veprimi.
Dhe sot e kësaj dite, vazhdoj unë dhe flas me djalin që takoj babin, por problemi, e dini ku qëndron? Po. Erzeni ka që fja dhe thot do vish të takosh, dhe djali përgjigjet që jo, po bëj detyrat e kështu, sa herë ke detyrat ti, Kristi shikon se ka një vendim gjykate. Më fal, fëmia nuk ta njeh vendimin e gjykatës. Fëmijës do t'i thosh, Kristi, babi ka mall për ty, babi do të takoj, babi të do shumë. Kristi, tham të shpreh dashuri, shpreh kujdes, dhe ai në mos një moment një tjetër, edhe gur me qanë, driq të haj, e qartë. Pra, forma që ka zgjedhur Erzeni nuk është e duhura, sepse ai nuk e kupton edhe çfarë është vendimi i gjykatës, ndërkohë ju lutem regjia, kur folëm për urdhrin e mbrojtjes është një dokument i urdhrit të mbrojtjes që ne duhet ta pasqyrojmë për të qenë realist me të dyja palët, por mbi të gjitha edhe me institucionet, por edhe me audiencën që na ndjek. Mirë, e dashur, mua do të më duhet në fakt të lidhem pak me Erzenin. Ky është vendimi i urdhrit të mbrojtjes që shfaqet në ullin qendror regjia në këto momente, ndërkohë që mjafton regjia të lidhem pak me Erzenin, me babain e 8 vjeçarit, se në fakt më ka ardhur një provë. Një provë të cilin ne jemi munduar të ruajmë anonimatin e fëmijës, është një veprim që me sa duket babai e ka bërë, nuk e di në çfarë moshe, është një video që na është vënë në dispozicion. E dashur, më dëgjon? Po. A mund të më thuash pak moshën e çfarë moshe ka pasur djali në atë video që ti na ke sjell dhe ne kemi mbuluar totalisht imazhin e tij? Djali ka qenë 4 vjeç. 4 vjeç ka qenë atë video. Po. Erzen, unë do shfaq një video në këto momente që djali 4 vjeçar duket që po i jep makinës. E ndjekim në këto momente regjia, e kemi mbuluar fëmijën pa merak se nuk mund të bëjmë dot gabime të tilla. Fëmia 4 vjeçar është duke i dhënë makinës. E heqim në këto momente dhe dua të kalojmë menjëherë tek Erzeni. Erzen, një fëmijë 4 vjeçar që jep makinës. Nuk po jep, ajo makinë është makinë kursi, faktikisht, që ka pedalet e vetë. Makina o makinë kursi? Makinë kursi Erzen apo makinë vërtet një 4 vjeçar nuk mund të qëndrojnë në timon. Dhe ti këtë gjë e di shumë mirë. Po, dhe më përgjigj për këtë pjesë. Gjë që e ke fshehur në emisionin e parë. Herën e fundit që ishim bashkë nuk e ke përmendur kurrë. Unë për këtë pjesë jam dënuar. Jo, kam me gjobë. Kjo ishte pjesa që... Po shumë gjëra nuk e thënë të vërtetën. Më thej që me ish bashorten ke qëndruar 4-5 vite i lidhur, ndërkohë që ju brenda 6 muajve pas keni nisur bashkëtesën. Po të lidhur pra, brenda si që po të thoja, kjo në shtator-tetor, po? Bashkëtesën, jo fiuar të martur. Ndërkohë, jo, the njoje, gjithsesi nuk ka rëndësi. Më thej që jetoja në një grasonjer, ndërkohë që ti ke jetuar në një shtëpi 1+1. Apartament. Po jo, pra, një kuzhinë edhe një dhomë. Po pra, në kuzhinë flinte Vjera dhe djalit të cilin në fakt e kishe në përkujdesin e Vjerës, të punoje ti, të punonte ish bashortja jote dhe ke kërkuar që Vjera tjetë pjesë e jetës për të përkujdesur për djalin. Po jo, pare, asë nuk e kam kërkuar, se po të ishe për të kujdesur kisha prindrit e mi, që nuk ta mashin djalin. Po pse ke ikur nga prindrit, Erzem, pse i larguar nga prindrit? Sepse nëna e djalit tënd ka jetuar me prindrit e tu. Janë prindrit e tu që për fajin tënd të kanë larguar nga banesa e tyre. Dhe ti ke shkuar fillimisht tek Vjera. Jo, nuk ka fare për fajin tim. Qofse do ta dish, ai më ka thonë shif jetën tënde sepse pa shifte që aty rrinte Vjera. Rrinte ish Vjera, rrinte aty. Edhe në moment që ty s'don dhe këto probleme, e thot, shqip jetën tënde. Edhe në qofse kemi vajt atëherë, kjo nuk jetoj më me i shpi me ta. Pra pjesë kemi vajt filin e një muaj aty. Erzen, më deklarove që Vjeri vërtet nuk vinte prej 8 vitesh në Shqipëri, por nuk më thej që Vjera së bashku me vajzat shkonte dhe e takonte në Itali. Thej që ata ishin të divorcuar. Ta kam thonë që ai kishte jetën ma tonë, kurse pjesa Vjerës, që vete e takonte njëherë ka dhe më thonë kur u fjumë ne, edhe nuk e majti. Vajzat i qovë kjo motrat atje.
ke jati. Ama babai i ish bashortes tënde ka një marrëdhënie me vajzën e tij dhe ti këtë gjë nuk mund ta mohosh dot. Pa, ai ka qenë prezent në jetën e vajzës edhe pse në distancë, në jetën e ish bashortes tënde ka qenë prezent babai. Prezent në telefon, nuk e di. Po patjetër pra. Në telefon ka qenë. Pra, ajo është këshilluar, e ka pasur prezent me telefon, ka vajtur, e ka takuar. Pra, nuk mund të themi që ishte një familje që ndoshta ishte divorcuar, por për rrethana të cilat nuk kemi pse ti përmendim, mund të jetonin larg fizikisht njëri tjetrit, por kanë qenë një familje. Po, ka qenë një familje, si mund të jesh një familje kur ke një tjetër. Tani të mos e gjykojmë atë familje duke qenë se edhe familja juaj u shkatarrua. Atëherë, të lutem Erzen. Po. Ish bashortja jote ka treguar pse janë prishur marrëdhëniet me djalin, por do ndaloj edhe tek shkaku që ajo thotë i kam dhënë shumë shanse Erzenit, madje ai konsumon alkool, konsumon lojë rafati, gjë që mua më pengonte të ishte ai partneri ose babai ideal për ta vazhduar më tej martesën. Prandaj unë... Fare nuk ekziston, kjo gjë nuk ekziston fare, kjo që thot ajo bixhos apo alkool. Bon, konsumoshim, domethënë një herë kam pirë, kur pata shokët, pesë, me fjalë, po jo se kam pirë, kam vetë kameron në gjumë, nuk on që kam bërë në gjë. A ishe prezenti në familje Erzen? Ishe prezent në familje ti? Argjoj më shumë kohë me shoqërin, apo me familjen? Me punën me familjen. Nise. Në punë gjatë gjithë kohës. Zonja thot krejt të kundërtën. Atëherë, djali, ti e dëgjove shumë mirë, ka ndërprer marrëdhënien me ty, kur ai ka dashur të shkojë tek nëna, ka qenë duke konsumuar një patatin, e ke marrë këtë patatin, ja ke rrëmbyer dhe ja ke hedhur jashtë makine. Po, nuk po fare e vërtet. Në qoftë se zonja po kjo pjesa që nuk do të vi djali, unë e vërtetoj që djali nuk donte të vende ke Angela. Pra nuk donte të shkonte tek nëna. Po jo fare, kjo patatin, kjo që kjo, ka qenë një patatin ato që janë me qellu me brenda. E kupton? Që kanë lodra. Nuk ka rëndësi, ti ja ke rrëmbyer atë që po konsumonte fëmia dhe ja ke hedhur, a donte të shkonte ke nëna, as donte të shkonte tek nëna, do të na duhet. Ma rivendosni Anxhelën, ju lutem. Po. Nuk ka fare vërtet kjo pjesë. Edhe atë patatin që pretendon ai që kanë hidh është në ato patatina që nuk ka, që kanë vetëm lodrë zotri, brenda. O Erzen, bëu pak më serioz o burr. Tani nuk ka rëndësi lloji patatinës. Po. Ndërkohë që lidhemi, ju kërkoj ndjes drejt për së drejti, largojmë planin, ju lutem regjia me nënën e 8 vjeçarit, më duhet të flas pak në lidhje edhe me pensionin ushqimor, por edhe me takimet që djali në fakt nuk po i konsumon me babain, djali nuk do, refuzon, nëna thot kam bërë të pa mundur nga mënyra se si ajo shpjegon, do të thot që po mundohet në anën e saj. E kam konfirmim? Më dëgjon, Zoj, më dëgjon? Po. Atëherë, e dashur, kur filloi djali të mos shkonte më tek babai, sepse Erzeni në takimin e fundit ka deklaruar, ato ditë që ti je larguar në Greqi, nëna juaj ka thënë fëmijës që babai do të rrëmbej. Dhe ai nuk ka pasur njoftim që ti do largoheshe, djali të mos rrinte me nënën tënde, por të rrinte me prindin tjetër, që është Erzeni. Atëherë djali ka filluar të mos dojë para se unë të ika në Greqi. Po? Dhe ka qenë fiks momenti që i ka hedhur patatinën në Erzeni. Po? Dhe për aty ka marrë keq. Nuk doj, duket, është fiksu ndoshta. Ti thua që djali ka kërkuar të vinte ke ty, ndërkohë që ai thotë që djali këmgulte të rrinte tek Erzeni dhe jo të vinte tek ty. Jo, ka qenë një periudhë që Erzeni thoshte që nuk të shkosh te mami, se madje dhe në vitën që ka, djali e thot aty, thot babi, nuk të shkosh te mami, se mami ka një butë tjetër të shtëpia. Nuk është e vërteta sot e kësaj dite, dashur, sepse nuk është se kam çam çep, e kupton, jemi një vend të vogël, njihemi, merret vesh çdo lloj gjëje që të bëhet. Por ka qenë iniciativa e Erzenit që të mbaj djalin. Po Erzeni e kishte filluar jetën e tij thua ti, kishte një grua tjetër. Po, e ka pas filluar dhe unë nuk e kam penguar, nuk kam penguar djalin. Dhe kur ai filloi një lidhje tjetër. Po ju jeni shumë të rinj, ti 30, Erzeni 34, gjithë secili nga ju do filloi jetën e tij padyshim, do ketë edhe fëmijë të tjerë. Ç'është kjo? Kjo gjëja ime që kam bërë për kaq kohë sepse duhet të fokusohem ke djali, tek puna, kam ato gjërat e mia që duhet t'i bëj përpara
E respektojnë vendimin tënd, e respektojnë, por do vi një moment e dashur. Dua të them edhe për gjithë ata që na ndjekin, sepse nga historia juaj, po na ndjekin shumë persona të cilët pas ndarjes kanë krijuar jetët e tyre. Shiko, në takimin e fundit Erzeni thotë dashur, po. Në takimin e fundit Erzeni më ka deklaruar që midis njëri tjetrit keni rënë dakord që parat derisa vendimi të merrte formë të prerë të pensionit ushqimor, ti merrje në dorë. Dhe nga 5 vite që ti kërkon, 2 vite ai ti ka dhënë, vetëm 3 nuk të ka dhënë. Shiko, Erzeni nuk ka dhënë as një lek, as përpara as tani. Erzeni vetëm pasi unë kam çuar të bëj ekzekutimin e vendimit të gjykatës këtë vit, ka dhënë 9.500 lekë. Pra, ka qenë gjëra 10.000 lekë si vjet të reja dhe 9.500 nuk kanë kaluar se çështjet e këtyre që janë taksat nuk e di se kam iden. Pra ti ke thënë mi jep dorazi, mos mi hidh në... Jo, nuk është e vërtet, jo më kot jam në gjykatë sot për këtë punë. Pra ti e ke paditur për mosdhënien e mjeteve për jetesë, apo jo? Zeni, madje dhe kur është gjyqi për ndarjen tonë, ka kërkuar gjykatë që lekët që japi fëmijës në bankë, po kur fëmia tjetë 18 vjeç ti marrë. Dhe e gjithë varritja, e gjithë gjëja, e gjithë kalvaria që kanë kaluar në gjykata prokurori për mbarim e tjerë, kanë ndodhur vetëm që Erzeni të mos paguaj lekë, përsa ai nuk do të paguaj lekë. Mendon që ato 10.000 lekë do më mbajnë mua, mendon që do i përdor unë. Por çfarë janë ato 10.000 lekë të reja, apo 100.000 lekë të vjetra? Për një fëmijë sot. Çfarë shpenzimesh ka një fëmijë sot? Erzeni e di shumë mirë. Vetëm një tek të shku me spital djalit, më ikin 30.000 lekë. E kuptoj. Erzen, më dëgjon? Ka rënë poshtë pretendimi që ti ke pasur në emisionin e fundit. Në 1 minutë... E ka pranuar në gjykatë, që nuk ka dhënë lekë. Erzen, ke një përgjigje? Po, kam përgjigje. Në gjykati kam thonë do t'i paguaj për s'dysi. Jo, nuk kam paguar 2 vjet. Ku t'ja dhe ato lekë? Ku t'ja dhe? Kam vetëm një që ku t'ja dhe ato lekë? Se më nuk kam dhënë dorë personalisht. Po, ku ti kam vonë? Më tregon një vend, të lutem, më tregon një vend, sepse unë me ty nuk jam takuar asnjëherë në një vend ku s'ka kamera, jam takuar gjithmonë në një bar. Me ty dhe me ty. Po, ka i bari, kam vonë. Po, të lutem, më gjej një video, më gjej një mesazh nga ti që thu, unë të kam dhënë kaq lekë. Po nuk është e vërtetë, mama. Po ç'është kjo? Nëse ti nuk ke mundësi me mesazh. Nuk kam mundësi, po jo gënjesh. E ha, edhe ta më hosh. Mos e boket. Po nuk e bëj, kam problem. Qa me takon do të paguj. Edhe ta kam pranuar që do ta paguj edhe këto 2 vjet që ti kam bërë. Por duhet ta paguaj. Unë kam që kandidatë dhe një që jam da me ty dhe ti nuk e dhanë as 1 lekë. Të thash 95.000 lekë. Po mund ta vëdetoj dhe çunit sepse mund të pyetet. Shumë burr. Mund të pyetet dhe çunit ta vëdeton që nuk kam marrë as 1 lekë nga jati. Mirë, e mbyllim këtë diskutim dhe këtë ballafaqim. Erzen, ti ke pretendimin tënd, le t'ja lëmë gjykatës. Gjykatë kam çu gjithë kërkesat e mia atje dhe do flasin faktet. Qartë, unë ju falenderoj për këtë ballafaqim, do vazhdoni të qëndroni në lidhje të dy, sepse është momenti i publicitetit të dytë. Në pjesën e tretë flasin të dyja ekspertet, kemi të njëjtën avokate, Sara Demrozi pasi ka dëgjuar të dyja palët, dhe ndërkohë kemi sociopsikologen Fabiola Elezaj nga këndvështrimi i saj, si do ta shikojë këtë ballafaqim midis dy ish bashkëshortëve, menjëherë pas publicitetit të dytë. Mbas hapësirës së dytë dhe të fundit publicitare, jemi drejt përfundimit të këtij emisioni. Mbas ballafaqimit, kjo pjesë e tretë dhe e fundit i takon specialistëve tona. Kemi pasur ca diskutime edhe gjatë kësaj hapësire të fundit publicitare në lidhje me dokumentacionin që vetë zonja na ka vënë në dispozicion, dhe unë pa humbur kohë do t'ja kaloj menjëherë fjalën, nuk e di nëse është edhe zonja e dashur je në lidhje, po. Atëherë, fjalën ja kaloj fillimisht avokate zonjës Sara Demrozi, sepse në dokumentin që kemi paraqitur, ne kemi bërë në fakt jo të dukshëm, dokumentin e urdhrit të mbrojtjes, por tek ty ka ardhur e qartë, sepse aty ka sensitivitet, ka emra, ka gjëra të cilat ne nuk mund të zbulojmë anonimatin e zonjës. Prandaj Sara, ti vure re diçka. Jo, në anonimatin e plot, por fillimisht... Ja, tu është dokumenti, por ti e ke të plot. Thjesht një pyetje kisha për zonjën, pastaj para se t'ja bëj pyetjen,
Dua thjesht të bëj një vërejtje, një konkluzion që kam arritur gjatë emisionit e parë dhe gjatë sot, dhe kam shikuar që midis të dy ish bashkëshorteve fatkeqësisht ka një marrëdhënie që është goxha konfliktuale, për arsye se sipas zonjës zotëria nuk paguan detyrimet ushqimore dhe sipas zotërisë zonja nuk e lën djalin të shkojë në takimet e. Tani, duke qenë se ndodhemi në këtë konflikt, është dhënë një vendim gjykate dhe asnjëra nga të dyja palët nuk e përmbush detyrimin për ta zbatuar, si se për sa i përket zotit Erzen, për sa i përket dhënies së parave dhe detyrimin që ka kundrejt familjarës e tij dhe djalit, dhe si për sa i përket zonjës që sipas pretendimeve të zotit Erzen nuk e nxjerr në takim sepse djali nuk dëshiron ta takojë babain e tij. Tani, në një vërejtje e vogël nuk ishte ndonjë rëndësi të madhe, po thjesht vetë tha zonja që kam vajtur unë personalisht t'ja dërgoj djalin zotit Erzen, edhe pyetja ime ka qenë, përderisa ka arritur situata ku është marrë një urdhër mbrojtje. Pra urdhri mbrojtjes nuk merret thjesht për të patur si dokument, po merret sepse ti ndihesh në rrezik kundrejt një ish bashkëshorti. Këtë situatë e vuajnë shumë femra, shumë burra, pak rëndësi ka edhe prandaj është mjeti ligjor apo stafat, dhe në urdhrin e mbrojtjes është garantuar e drejta e takimit midis babait dhe të atit. Domethënë, e japim këtë urdhër mbrojtje për një vit, por babai çdo javë do takojë të birin. Po, edhe aty për realizimit, patjetër sepse ka vlerësuar gjykata, për realizimin e këtij takimi më bëri përshtypje që takimin nuk do ta dërgonte zonja Angela, do ta dërgonin familjarët e zonjas Angelas. Edhe mua këtu më lind pak pyetja, kur keni kërkuar një urdhër mbrojtje kundrejt pra djali për takuar babain, duke qenë se ishte shumë i mitur, do të thotë që ju ndiheni të sigurt me takuar këtë person. Se në me ligj nuk mund të takoni, prandaj. Unë nuk e kam takuar, unë thjesht ka qenë jo se thatë para pak minuta. Kam thyer urdhrin e mbrojtjes. Se lutem, më dëgjoj, kam qenë me urdhër mbrojtjes, e ato ditë manim nuk ka qenë aty, ka qenë në Itali, ato ditë që do merrte djalin. Dhe Erzen insistonte që ti po ma pengon, nuk po ta pengoj, ti nuk kam njerëz që ta sjellë djalin. Dhe kam shkuar dhe kam dhirë vetë, kam nejtë lartë, djali e kam pas përdorë dhe kam thënë, ja të është babi, shko të babi, dhe aji e kam pritur, nuk i në dhe këtë sakrificë që djali të atakon të babajnë në këtë aspekt. Përsëri në kundërshtim, nuk ka rëndësi. Nuk është kemi taku, apo kështu thjesht, kam shkuar dhe kam dhirë djali. Zonja Angela, unë kam një takime tani, që djali nuk refuzon. Kam edhe një pyetje tjetër, nuk e kam të qartë nga zoti Erzen, herën e fundit në emision, tha që zonja ish bashkëshortja nuk dëshiron që të hapi llogari bankare që unë t'ja kaloj parat në llogari. Thjesht këtë unë dua ta kuptoj nga ana juaj, sepse nuk u mencionua dhe dua ta kuptoj. Ju a keni llogari bankare dhe a jeni dakord që ti kaloj parat në llogari? Po, kam hap një në OTP dhe një në Tirana Bank. Në Tirana Bank e kam për punët e mia, për unë jam sot aktualisht. Pra kjo bie poshtë nga zoti... E kam hapur vetëm që ta ketë zoti Erzen Dervishi. E kupton se jetë llogaria e sonit, po në emrin tim, e kupton vetë për këtë. Kur e keni hapur këtë llogari? Thjesht sa për të sqaruar... Jo, në 22-shin. Në 22-shin, që nga viti 2022, kur keni qenë në proces të zgjidhjes së martesës. Avokati i zotit Erzen që duhet një numër llogarie dhe i kam thënë po e hapur. Thjesht këto, se kanë qenë disa pika që nuk e kemi sqaruar emisionin e fundit dhe thjesht që ta kuptonim. Shumë mirë. Unë dua të bëj një vërejtje të fundit. Jo, pse shkojnë këto dy gjëra bashkë në mentalitetin shqiptar? Nuk më jep lekët e kujdesit ushqimor, edhe ti nuk e përtakuar, nuk është ky rasti. Jo, e di, e kuptoj që nuk është ju rasti, më dëgjoj dashur, sepse duhet kisha në këtë studio, por nuk të kam edhe keq kuptohemi. Pra, nuk është në rastin tuaj kjo gjë, po pse shqiptarët e paralelizojnë, jo në rastin e zonjës? Dhe sa duhet luftoj zonja për ta bindur djalin për takuar babain, se ka detyrim ligjor të merret me djalin që takoj babain. Siç e ka ligji, të dy prindrit kanë detyrimet e veta kundrejt por edhe familjes. të drejta. Edhe të drejtat edhe detyrimet që lindin si rezultat i dhënies së jetës së një fëmije. Tani, këtë përgjegjësinë e kanë të përbashkët. Interesi më i lartë
edhe përfundimtar mbetet gjithmonë interesi i fëmijës. Jo, ka qef nëna apo ka qef babai, sepse tu donin shumë do rinin bashkë, nuk do kishin këto konflikte. Kështu që është normale që ndodhen në një konflikt. Por çfarë nuk është normale është që nuk te i kalohet konflikti, po mbetet kjo brengosja dhe ky inati midis njëri tjetrit dhe kjo pengon rritjen e një fëmije të shëndetshëm. Sepse normalisht që edhe djali e vuan absencën, e vuan mos qenjen aty, prezencën e babait, ashtu si që edhe nëna vuan mos dhënien në një kontributi sa do i vogël, pastaj atë e ka vlerësuar gjykata, kështu që nuk më përket mua të komentoj përsa i përket 10.000 lekë të vjetër. Personalisht mendoj se nuk është aq shumë, por gjithsesi Megjithatë dhe ndryshimi i një fëmije që në prezencë të psikologëve të thotë unë kam frikë babin, nuk dua ta takoj babin, diçka realisht ka ndodhur. Sepse flitet për një episod që edhe Erzeni e ka thënë, por edhe zonja e tij e ka thënë. Nuk më duket të rëmbesh patatinën dhe ti thuash nuk do ikësh ose do ikësh, se këto japin versione të ndryshme të atij incidenti, që djalit të trembet kaq shumë dhe të refuzojë për takuar babain. Një përshtypje më bëri, sepse në të gjithë këtë rrëfim tashmë 2 emisione kemi parë një baba që është interesuar për djalin dhe nga ana kundërt kemi pasur një nën që thotë djali nuk do ta takoj fëmijën. Kur i pyetët pse, ka thënë vetëm një rast të një patatine dhe ka thënë nuk mund të t'jap përgjigje për këtë. Dhe ka thënë nuk të jap dot përgjigje për fëmijën. Ndërkohë që nëna duhet ta kishte përgjigje. Po, patjetër, po. Në qoftë se mundeni me na dhënë një përgjigje, normalisht në gjithmonë në vlerësimin tuaj, nuk jeni të detyruar fundja fundit. Jo, e ke detyrim ligjor për të bindur djalin të takojë babain. Këtë gjë nuk e dëgjova, domethënë nga ty. E ke detyrim ligjor. Pra, prindi kujdestar duhet në fakt të bindi fëmijën që ka në kujdestari për takuar prindin tjetër. Është detyrim ligjor. Prindi kujdestar të kujdes për mirëqenien e fëmijës. Jo, e ke gabimin dashur, e ke gabim. Po, jo, unë jam kujdes. Ti do kujdesesh, por e ke detyrim ligjor edhe që takoj prindin tjetër. Po jo, dëgjoj dhe ti mua tani. Se nuk mund të mos e pengosh pra djalin për ta takuar, ta bindësh. Po duhet edhe bindur, duhet edhe vajtur tek përmbarimi dhe tek shtëpia babait. Ti flasësh edhe fjalë të mira për babain, pavarësisht problemeve që ke me të. E kam bërë se ta folaj shumë, sa që dhe shkollë, dhe tyrat e djalit tim nuk mungon asnjëherë, kur bëhet për familje nuk mungon asnjëherë të ketë edhe emri babit. Përsëri kam shkëputje me zonjën, kemi probleme me këtë lidhje. Gjithsesi, ajo do ta ketë mundësinë. Megjithatë, Sara, duke qenë e vëmendshme në komentin tënd, nuk e di pse mua ky çift ndryshe nga ty, më duket një nga ato çifte që jo janë divorcuar kot, por edhe në qoftë se kanë pasur 2 botë kuptime të ndryshme, me sa duket, të paktën në pjesën post divorcit, më duken nga ato çifte që duan marrë shembull, nuk më duken me kaq shumë problematika post divorcit. Ose shfaqen ndryshe në emision. Nuk di të ta them. Mbase ju keni më shumë eksperiencë, sepse ju ka ardhur se kemi divorce shumë të vështira. Dhe rasti divorci. Se flasin të dy me një lloj respekti poshtë thënieve shumë të... Unë shoh pak inat kundrejt njëri tjetrit. Shiko, inati do mbetet, aty ku ka pasur dashuri ka një inat. Por që unë dua që të mbikaloj inati dhe të rritet përgjegjësia, sepse janë duke rritur një fëmijë. Por dëgjova nga të dyja palët si rrallëherë të flitet keq për palën tjetër. Kjo është çështja. Unë kërkova që të mos përfshin fare as palën tjetër as palën tjetër. Po. Pikërisht pra për ju thash që kjo pjesa ju duhet më merrni shembull. E di pse se kjo pjesa e post divorcit tuaj është shumë paqësore, më duket mua, ka mbetur inati i asaj dashurie dhe asaj martese. Shiko, e dashur, për mua mirëqenia e djalit tim nuk ka çmim. Prandaj unë nuk i kam thënë kurrë që ti duhet pagush të takosh djalin. Nuk e kam bërë dhe nuk do ta bëj sa të kem jetë. Unë përmbush detyrimet e mia ndaj djalit. Qartë. Unë fëmin tim kam përgjegjësi, kam dashuri, kam sjelljen që ai e do. Fakti, shiko, nuk mund ta kundërshtosh dot. Unë falenderoj që e pranon, por nuk e kundërshton dot kur gjykata ka vendosur takim javë për javë të babait. Jo vetë, shiko, jo vetë, unë e kam pranuar në gjykatën e apelit, kam thënë do ta marrë javë për javë, nga e premte në dështon, po mund ta marrë, të vit premte ta marrë në orën 4 dhe të dielën të masjellin në para dite, duke qenë se djali do përgatitet për shkollë. Vetëm fakti që djali është shkëputur ka diçka të cilën dua ta komentoj me sociopsikologen tonë, me Fabiola Elezaj,
pse djali mund të jetë shkoputur nga babai. Flasim për djalin dhe po na tepër koha do flasim edhe për çiftin. Në fakt, po ta kapim në dy këndvështrime të ndryshme, dhe social dhe ato psikologjik. Kur ne marrim të shqyrtojmë një familje, ne shqyrtojmë gjithë sistemin e familjes. Dhe fëmia është pjesë e këtij sistemi. Dashur pa dashur, duke qenë pjesë e këtij sistemi, ky çift e kalon fëmijën që të jetë gjikues lidhur me figurën e nënës dhe figurën e babait. E kalon fëmijën në mes duke e ekspozuar ato vazhdimisht në konflikte, pavarësisht se nëna thotë që unë e mbroj fëmijën, unë nuk duaj që të mos e takoj babain, por janë disa prapaskena të cilët ne në këtë studio nuk i njohim. Si flitet për babain nga ana e nënës? Sa flitet për figurën e babait? Sa flitet nga gjyshja për figurën e babait? Nga gjyshja që ka qenë bashkë me fëmijën, që e ka rritur. Sepse kur ka ndodhur divorci, fëmia pas ka qenë 3 vjeç. Pra sa është formësuar imazhi i figurës atërore tek ai fëmijë? Se kemi të bëjmë me një djalë tek i cili figura atërore është ngjitja kryesore për zhvillimin e tij emocional. Ose çfarë ka dëgjuar djali, se ndoshta nën e bi mund të kenë folur diçka, por prezenca e djalit aty e dëmton fëmijën. Absolutisht. Jo vetëm e dëmton, por fillon të krijojë një imazh të shtrëmbër. Dhe duke krijuar një imazh të shtrëmbur, ajo çfarë mua në specializimin tim më shqetëson, është çfarë do të kemi nesër si individ në shoqëri. Mund të kemi një mashkull i cili përpara figurave mashkullore mund të jetë agresiv, mund të jetë shmangës, mund të kemi një mashkull që përpara një figure femërore mund të jetë mbytës, sepse ka patur një nënë shumë mbrojtëse, shumë protektive në këtë aspekt. Prandaj, gjithë ky konflikti në fakt nuk dëmton asnjërin nga palët. Asaj 10.000 lekë të reja. Nuk dëmton asnjërin nga palë, nuk i varfëron. Dëmtimi kryesor qëndron tek fëmia. Dhe ajo çfarë unë dua të them në konkluzion të gjithë kësaj, është se ne duhet të kuptojmë arsyen se pse fëmia e thotë që nuk dua të takoj babain. Dhe gjitha kjo duhet të bërë një vlerësim mirëfilli të psikologjisë klinike. Të gjejmë vërtet shkakun, arsyeja pse ky fëmijë nuk e dëshiron këtë figurë. Sepse sot nuk dëshiron babain, nesër ai fëmijë kur të ketë plotësuar atë imazhin e babait dhe të mësojë të vërtetën, sepse ai do ta mësojë, do rritet. Mund të kemi një imazh tjetër, mund të refuzoj nënën. Pikërisht. Pra sot refuzon babain, nesër mund të refuzoj nënën. Dhe nëse sot e kemi një fëmijë pa një figurë babai, nesër kemi një figurë dhe pa një fëmijë pa figurën e nënës, dhe e kemi vetëm një figurë emocionalisht jetim. Një fëmijë emocionalisht jetim. Me prindër fizikisht prezent. Fizik. Pra kjo është ajo çfarë mua në sferën time më shqetëson. Është reagimi i tij ndaj frikës. Është vërtet dhuna siç nëna shprehet, pra dhunë verbale, mund ta themi psikologjike, mund ta kemi thjesht dhunë shmangjeje. Mund të jetë vërtet pasoja e konfliktit vazhdueshëm, ajo që tham bashk, komunikimi në familje. Pra duhet aq shumë e detajuar, ka instrumenta specifik që ne mund të vlerësojmë këtë fëmijë dhe nuk vlerësohet vetëm në një seancë që ta marrim këtë fëmijë dhe hajde po flasim dhe do ta nxjerrim. Nuk e nxjerr ai fëmijë. Sepse ai se ka patur figurën prezent që 3 vjeç, janë 5 vite jetë. Pikërisht çasti ku fillon të formosohet personaliteti i një fëmie. Do ndaloj në një episod që na ka prekur shumë në takimin tonë të fundit kur ishte prezent vetëm Erzeni, ai deklaroi që në praninë të psikologës, psikologja pyeti si e ka babi emrin. Dhe ai tha Eri, po gjatë nuk dinte fëmia t'ja shpjegonte, ndërkohë kur e ka pyetur për nënën, ja ka thënë të plot pikërisht emrin e nënës. Aty unë nga një njeri që dukem i ftohtë i ashpër, tha Erzeni, përballë fëmijës tim jam gjithmonë i dobët dhe kam filluar të qaj. Tani, ky episod çfarë do të thotë në këndvështrimin tënd dhe çfarë ndikimi ka tek fëmia? Kur neve krijojmë imazhin e një prindi gjysmak, qoftë edhe nga emri, do të thotë që kemi një fëmijë i cili nuk do arrijë dot të formohet as në personalitetin e vet. Qartë. Fëmia arrin të identifikohet me emër me mbiemër për veten e tij. Unë jam Fabiola Elezaj dhe unë e di që jam ky. Unë e di që mami ime ka emrin Filan Fisteku dhe e di që babi ime ka emrin Filan Fisteku. Dhe baza e prindërimit instinkt vjen në momentin kur ne kemi një fëmijë, mësojmë emrin dhe mbiemrin. Që edhe nëse fëmia del, djali i kujt je ti, vajza e kujt je ti. Po veprimi i babait duke qarë përpara të birit. Absolutisht është dobësi emocionale, që nuk është turp. Dhe kjo është ajo që duhet të absolutisht nuk është turp. Absolutisht, madje shpesh herë ne si prindër i themi edhe fëmijëve, nuk qajnë burrat. Jo, nuk burrat qajnë, janë njerëz, janë me emocione patjetër. Nuk është turp, po çfarë ndikon ke fëmia?
Kur ne shikojmë një baba i cili është i plogësht emocionalisht, do të thotë që ne tek fëmia do të kemi një figurë të rënë dhe një nën e cila është mbrojtëse. Pra, duke qenë se djali deri në këto 8 vitet e para e ka pasur gjysmë figure prezencën e babait, ai edhe emrin e ka thënë gjysmak, sepse nuk e ka thënë të plot, po e ka thënë gjysmën emrin dhe që përlotja në prani të fëmijës e ndjesh akoma më tepër këtë gjë. Zonjë, po. Tani, babai nuk kujtu pikërisht sot, pasi mori vendimin për në prerë. Ku ishte babi për të 5 vita? Në çfarë kuptimi? Ma thuaj pak. Babai reagoi, filloi të lëvizë të gur vetëm pasi unë kam bërë ekzekutimin e vendimit. Nuk ka qenë fare interesuar, nuk kam një mesazh si është djali, madje unë kur e kam thënë jam me djalin në spital, nuk është nuk e unë, që për e të cjellon letë ka thonë? Pra, ti thua që pa dia që ju keni ngritur për mosdhënien e mjeteve për jetesë, po, në ditë që ai të kujtohet që prit se kam djalin, dhe unë do ndërhyj tani, do kërkoj djalin e si tjerë. Atëre, pak minuta më parë më ndërhyre duke thënë që problemi fare tek prekët. E dashur. Pak minuta më parë më ndërhyre kur unë thash që pse në vendimin e gjykatës këto 2 pika që janë të ndryshme, shqiptarët jo në rastin tuaj, po për shqiptarët e kisha, ti me njëherë më ndërpreve që si ishte rasti jot. Pra, ja ku jemi, pra që pas kam pasur të drejtë me atë çfarë i drejtojmë shqiptarëve dhe institucioneve. Po nuk jam, e kam fjalën unë, se unë nuk jam rasti. E dashur, sot unë nuk po flas vetëm për ty, po flas edhe për personin që kam pas në takimin e fundit, për Erzenin që e kam në një lidhje. Pra, Erzeni është kujtuar të takohet me djalin në momentin që ti ke ngritur një padi. Në qytete shumë të afërta, e kupton, dhe kur vinin prindërit e tij ai nuk vinte të takonte djalin. Po mirë, pra, e dashur, gjithsesi, edhe gjatë këtyre viteve, kur Erzeni nuk ka dhënë atë pensionin ushqimor, ti, jo vetëm ti, por prindi kujdestar, po ta them edhe një herë dhe po interpretoj ligjin, jo unë, e thot ligji, e ka detyrim ligjor, ta bindi fëmijën, ta çojë fëmijën tek përmbarimi, të jetë prezent, të lutem, përmbaruesi, psikologja, duhet ta kenë telefonuar dhe ai të më sillte sot edhe ti bashkë me të, provat që ju keni thirrur Erzenin dhe është Erzeni që ka refuzuar takimin me djalin. Këto po them dhe kjo nuk është bërë. Jo për fajin tënde, dashur. Po, unë jam, e kuptoj, po unë jam drejtuar një gjykate dhe unë nuk isha përgatitur. Përpara se ti drejtohesh gjykatës, ti the, unë kam shkuar për ekzekutimin e vendimit në përmbarim. Përmbarimi e ka marrë dhe ka bërë të gjitha tentativat deri në ngritjen e një padie. Por ky përmbarim e dashur, se unë emisionin nuk e bëj vetëm për ju, e bëj për shqiptarët, por dhe për institucionet, nuk ka bërë një gjë, që atë vendimin kur ta ekzekutonte, është edhe një pikë që thuhet takimi i babait shumë të mirë sipas gjykatës, çdo javë me fëmijën. Dhe duhet ishte thirrur psikologja, duhet ishte thirrur babai, të ishin mesazhet sot që përmbarimi e ka thirrur këtë babai i cili e refuzon djalin. Kjo gjë nuk është bërë. Më kuptove? Ne kuptoj. Kjo gjë nuk është bërë. Dhe këtu ke përfituar ti që babai nuk ka ardhur të atakoj dhe unë nuk e kam quar, por dhe përmbarimi ka bërë një syqore, një veshurd, dhe ja ku jemi sot që kemi një fëmijë gjysmak. Ju lutem, a mund ta bëjmë të plot këtë fëmijë me premtimin tënd dhe me premtimin e Erzenit? E përfundon komentin një këshill se më duhet ta mbyll. Patjetër. Me një këshill dhe me një pyetje për t'u lënë atyre në mendje, në mënyrë që të reflektojnë dhe mbase të jenë ata prindër që duhet vërtet jenë. Zonja tha që parë, i kam dhënë të gjitha shanset ish bashortit për të qenë baba shembullor dhe dua t'i drejtohem të dyve. Sa prindër shembullor keni menduar se jeni apo do mund të jeni për këtë fëmijë, për te çfarë ka ndodhur, për te ndjenjave, inateve, zemërimeve apo pasurisë. Sa prindër shembullor keni qenë dhe sa mund të jeni ju për atë fëmijë i cili nesër do jetë pjesë e ardhmjes e Shqipërisë. Absolutisht i bashkohem edhe unë me këtë thirrje, doja ta mbyllja. Faleminderit të dyjave për prezencën në këtë studio, fillimisht me Erzenin. Erzen, çfarë do t'i thuash ish bashortes tënde, çfarë do t'i thuash djalit tënd, por edhe pyetjes së sociopsikologes tonë? Tani, sa për pjesën se po fliste zonja që nuk e kam kërkuar, i kam bërë unë të gjitha, edhe psikologën e kam paguar personalisht nga gjykatës për ta patu këtë vendim. O Erzen, ju çfarë keni bërë, çfarë do bëni, themi? Çfarë do bësh? Çfarë do ti nga zonja? Nga zonja unë du të kem takimin me fëmijën edhe të afrohem me fëmijën. Qartë. Nuk ndryshoj fëmija nga patetina, unë jam i sigurt që kjo diçka tjetër. Okej, le t'ja lëm specialistëve ta zbulojnë se çfarë ka ndodhur me djalin, ndërkohë e dashur,
Çfarë kërkon ti nga Erzeni? Atëherë si prindër si përgjigjësh atij të psikologës, do të them që unë për fëmin tim do të jem aq prind aty të mos i mungoj kurrë dashuria dhe mbështetja nga ana ime. Më vjen mirë. Dhe shpresoj vërtet. E dyta për sa i përket Erzenit, unë Erzen do të them vetëm kaq. Bashkëpunimi nga ana ime e ke pas gjithmonë dhe do ta kesh. Në lidhje me djalin, të lutem ndryshon si dentate, ndryshon impulsivitetin, nuk e pse reagon keq kur djalin nuk thot nuk dua të takoj. Në një mënyrë të ta afrosh. Nëse do, unë të ndihmoj, unë kam thënë më parë, do leu një gjë mangut, se ti ka plotësh aty fëmijë dhe ai thotë që shiko se të dati më plotësoj më bëni këtë. Se fëmijët siç dihet janë materialistë. Unë se e kam shkruar Erzen dhe e kam thënë me kohë. Pra, vetëm gjë që kërkoj është pak bashkëpunim, nuk bëhen gjëra sot për nesër me vrap. Shiko, okay, realisht ka kaq vite, nuk e ka taku. Nuk kam qenë në pengesa, kam qenë shtysa, kam qenë nuk për ditën e çuni kam thënë, hajde takoj do t'i bëj çefi, jo po çuni s'do. Po ti hajde takoj, se do i ngjelet mendje. Dhe me këtë qytetarin tënde që tregove në fund të emisionit, unë shpresoj që të vijoni, të jeni bashk prindër të atij fëmije 8 vjeçar, sepse marrëdhënia juaj ka përfunduar një herë mirë. Ju falenderoj dhe ju përshëndes nga studio emisionit Me Zemër të Hapur. Dua të dëgjoj vetëm lajme të mira nga ju. Faleminderit miq që na keni ndjekur drejt për së drejti. Bashkë takohemi në ditët në vijim. Deri atëherë, miru takofshim.